Mirëmëngjes, miq të dashur, mirë se erdhët në Villa 24 dhe kështu si papritur na erdhi e premtja. Erdhi e premtja. Sa shpejt kalon java. Ikën java, ikën ditët, ikën vitet, neve rritemi. Edhe ja ku jemi sot. Të bëra nostalgjike me këtë sa shpejt ikën java. Sigurisht, sa po rritemi neve, aq më shumë nostalgjikemi. Po që të bëjmë kështu është jeta, kështu do të zhvillohet. Të dashuran Visa, unë do të ju uroj si gjithmonë ditën e bukur dhe do t'ju ftoj këtu te studia jonë për të parë recetat që do përsillim për juve sot. Dhe çfarë do të bëjmë neve sot? Në radhë parë do t'ju them, ju thash, kur i tham neve të mërkurë më duket, u tham që do të bëjmë bukë misri, të cilën do t'a bëjmë me hirë, do me thënë hirë kosi. Hirë kosi, ose nëse se keni, zakonisht kosi në nxjerr pak lëngë, do me thënë atë hirën sipër. Me atë hirën, juve mund të zini atë brumin, një natë më përpara, e lëni që të vi, dhe të nesër me atë zëni bukën e misrit. Dhe mos i hidhni as sot brenda, as maja, as asgjë. Do me thënë, bëheni vetëm me këtë dhe shikoni se sa e mirë dhe sa e shishme bëhet. Sepse në një farë mënyre bëhet një brum i ardhur për të zënë bukën të nesërmen dhe për të bërë atë bukën e misrit shumë të mirë dhe të shishme. Por jo vetëm kaq, neve këtë bukën e misrit do ta shijojmë sot me një gatim që do ta bëjmë me mish viçi, të cilin do ta bëjmë me perime, siç e shikoni këtu, por jo vetëm do të përgatis këtë salsën unë edhe nga kjo salsa, sepse është një gatim që bëhet për tryezën familjare. Zakonisht të premteve unë i kushtoj shumë asaj rëndësi fundjavës, kështu që shikojeni recetën, ju mund të shtoni diçka, mund të hiqni diçka, ato që ju ndodhe në shtëpi, pra ç'është karot, kush, do me thënë, janë gjëra që nuk është diçka që nuk gjëndet, karotë, domate, kam pasa domatina unë dhe hodha, nuk ka rëndësi, nëse nuk keni, mund të shtoni domate pure, mund të shtoni edhe domate të cilat të prenë në kubik të vegjël. Gjithashtu kam preshje mbërson, bashkë me qepën, jep një tjetër shije. Gjithashtu, edhe kisha një deg selino, i hodha dhe atë brenda, sepse sigurisht që ajo jep edhe një tjetër shije. Tu kam edhe mishin, në racione, varet nga pjesëtarët e familjes që keni, shikoni se sa të mirë që kemi mishin sot, shkëlqen mishi jon. Gjithashtu kemi edhe një lugë salcë domate, por jo vetëm, shikoni këtu që kemi një mix erzash, këtë që përdor gjithmonë do me thëmë për t'i dhënë një ekstra shije gjellës tonë. Ja ku jemi, tani erdhen këtu. Pra, piper të kuq, piper të zi, mix erzash ose turmerik, që mua më pëlqen faktikisht, është antiflemonoz, përdore shumë në gatime të ndryshme, nuk duhet ta teprojmë, hetim aq sa neve të na përkasi, do me thënë si shije, si popull, sepse ç'është e vërteta, janë këto erëzat aziatike, do me thënë që i përkasin kuzhinës aziatike, por kanë hyrë shumë gjërshëm në kuzhinën tonë, kështu që i përdorim dhe ne, sepse vërtet kanë vlera ushqimore. Nuk do ta lë këtë, si thuash, të drek, vetëm me bukën e misrit edhe me gjellën, por do ta shoqër. Do të mjaftonte, patjetër, por kemi edhe të dielën. Këtë që ju thamë bëheni të shtunën. Jo më si sallatë shoqërohet. Njeri muj ta bëjnë salatën se salatë. Ja shtem me salatën, po bëheni me salatë. Salatë, ajo është bukë, kjo është salatë, kjo është gjellë. Po këtë me patatet? Patatet do shoqërojmë gjellën, lëngun e mishit. Në rregull. Lëngun e mishit që do të përgatisim, do ta shoqërojmë me patatet. Po patatet nuk do t'i kthej pure, do ta shikoni, domethënë, do ta sjell në mënyrë më të thjeshtë dhe bëhet shumë mirë, do ta shikoni në fund. Por doja t'u thoja, dalet t'ia fryn çik këtu, sallatën e fshatit unë do ta aromatizoj. Edhe djathin që hedhim, djathin e bardhë do të aromatizoj me rigon edhe me piper të kuq, me thonë edhe do t'i bëj një lyerje kështu, sigurisht që në fund fare do kaloj edhe ajo salca që edhe vaj ullirit, edhe një salcë që unë do t'a bëj salcën me lëng limoni, me mustard, do të hedhe këto farzat e kaparit, që janë të kripura, dhe vaj ulliri, edhe pak krip, një përzierje të mirë dhe ja hedhim sipër. Ndoshta mund të shtojmë pakës ujë që të lëngëzojë, domethënë mos jetë shumë e mpiksur. Edhe ja hedhim kësaj sallatë sipër dhe e sjellim ndryshe. Nga ajo sallata e fshatit ta kthejmë në një sallatë gurme, qyteti. Më të moderuar, me ta produkte më shumë. E pak gjëra, prekje të vogla, po tjetër shihen. Edhe me njerë fillojmë tani këtu, sepse duhet që të fillojmë edhe... Nga do ta nisim ne punën? E kam të ngrohtë tenxherën dhe më dogji. S'ka problem. Ja,
Gjithmonë, do me thënë, sepse këto do t'i bëj shumë vaj, fillimisht. Do të hedhë racione sa të marri temperaturë, të vëdhe pak ujnë e ngrotë, ju ta kem këtu të ngrotë të ujnë, sepse të shikoni që nuk do të bëjmë, do me thënë, thjesht, mishin do t'a kthe nga të dyja anët, pastaj do të hedhë perimet këto, do me thënë, që kam brënda, do t'i hedhim ujë, do t'i vëm ka pakun dhe do t'a lëm që të zjek. Kjo është shumë e rëndësishme që koha e zgjatjes e zjerjes të marri sa më shumë kohë që të bëhet si thua një salce lidhur e shishme që do të shoqërojmë patatet pastaj. Patatet i lajmë, i pastrojmë, i presim në copëza të mëdhaja, i vendosim për të zjerë në ujë me pak krip, nuk ka nevojë ta teprojmë te pjesa e kripës se do të marrin edhe shijen nga lëngu që neve do të përgatisim, dhe do t'i shoqëroni doni me pak djath kaçkavall në fund fare. Do t'ishte kryevepër. Nëse nuk keni, nuk ka problem fare, ashtu me lëngun që ju do të përgatisni dhe patatet e zjera do të bëhet një super pjatë për të kaluar vaktin e drekës. E thash këtë sepse doja që të më merrte temperaturë. Uj, apo vaj? Vaj. Të dyja bashkë. Edhe ujin e kemi vendosur në ngrohje dhe nisim me skuqjen e mishit. Si e hedhim mishin të drejtën, të thonë visat në shtëpi, e hedhim me kapse apo me dorë? Po me dorë, me dorë. Është me dorë dhe një nga një. Kjo është shumë e rëndësishme dhe ta kemi të ngrohtë, do me thonë, në tenxherën, ndërsa racionet pastaj i kapim me dorë, i hedhim një nga një, edhe pastaj fillojmë edhe vendosim, si thuash, me një lugë piruna, me një kapse, për t'ju kthyer nga ana tjetër. Kati se më duket se kemi një problem të vogël me pse s'po merr. E shoh që po pulsonte, ja se e shoh, nuk ka gjë. Faleminderit Mojanila, ja pse them unë që pati ç'do bëj. Duhem. Ja kështu. Po ç'do bësh? Ti mendon se e them kotën? Unë e them plot të gjë, po kush mendon këta se thonë gjithmonë që Mojanila. Po ja, bëhet kjo gjë pa ti, si thua. Jo, pa mundur, nuk do bëj. Si mund ta bëj njeriu pa mua? Nuk do ta bëja dot. Unë flisja soba fikur. Tani le ta lëm pak këtu, ta heqim këtë dhe të mbajmë vetëm salsën. Kati do më japësh 2 minuta ko mua? Patjetër, koha jote. Se e kam me shumë qef t'ju përmend sepse ne shkëlqejmë në kuzhinën tonë. Shkëlqejmë sepse kemi bashkëpunëtorët më të mirë, kemi produktet më të mira që furnizojmë shtëpinë tonë dhe frigoriferin tonë dhe raftat tona të kuzhinës çdo ditë. Edhe pikërisht nga pazari fillon gjithçka, siç ne themi gjithmonë. Idetë vijnë nga pazaret që ne bëjmë dhe meqense jemi në prag fundjavë, shumë prej jush me siguri të shtunën të dielën ne shfrytëzojnë 2-3 orë edhe për të furnizuar shtëpinë. Dhe nga pazaret bëjmë ato ndarjen e vakteve se çfarë do të përgatisim gjatë ditëve të javës. Kështu që më lejoni t'ju them se çfarë ne përdorim dhe pse shkëlqejmë në kuzhinën tonë, sepse këtë bukën që do bëjmë sot dhe gjithçka tjetër me bazë brumi, që ne në fakt i kemi me shumë dëshirë, ato byreqet që na dalin kaq të mira, ato petët që hapen të shkrifta vetë me duar, bukët që janë më të mira se çdo bukë që mund të gjeni në treg dhe kanë atë lezetin kur përgatiten vetë në shtëpi edhe piqen dhe çlirohet ajo aroma e një buke fshati në shtëpi dhe hahet ashtu e ngrohtë edhe pa gjë fare, ai shpejt ikën, sepse përdorim mielin Ola. Mielin Ola nga kompania Atlas, sigurisht dhe në vendin e parë gjithmonë mban mielli për çdo përdorim, jo vetëm se është më i miri, por është më i përdoruri në gatimet tona, por Atlas, siç e them vazhdimisht, është kujdesur që t'i vijë në ndihmë anvisave dhe çdo familje shqiptare, duke sjell miell në paketime të ndryshme me përmbajtje të ndryshme. Pra mielli i misrit që ne do ta përdorim sot, i bardh apo i verdh, mielli integral, mielli farinap, mielli bio me paketimin jeshil, mielli për pica e variante të tjera, me të përbashkëtën emrin Ola në çdo qesk të tij dhe kompania Atlas. Edhe pastaj këtë bukët që ne bëjmë, me çfarë i shoqërojmë, sigurisht që kemi bërë bukë edhe me kefir që ka dalë shkëlqyer, po dhe ajo buka thjesht me djath është po aq e shishme. Sigurisht që lideri me bulmetin që vjen në tregun shqiptar mban emrin lufra, që nga qumshti, kosti që pihet, dhalla, kefiri që ne kemi përmendur si një produkt të ri dhe vazhdon të jetë ndër më të kërkuarit dhe më të preferuarit, djathi i deles apo i lopës, djathi kaçkavall në paketime sipas dëshirës tuaja, apo thjesht i grirë për t'i shtuar më shumë shije pjatave dhe gatimeve tuaja. Lufra vazhdon të jetë lideri për sa i përket qumshtit dhe nën produkteve të tij.
E sigurisht që mëngjesi im nis herët, si shumë prej jush, çfarë kemi nevojë në mëngjes. Kemi nevojë të marrim energjinë e ditës, kemi nevojë të ndihemi gati për të përballuar çdo sfidë që na pret sa hapim derën, që përballemi me trafikun, me orët e gjata të punës, me një sër ngarkesash. Ndaj kemi nevojë të marrim energji mjaftueshëm, kemi nevojë të marrim proteina, të marrim vitamina gjithashtu. E si merren kur nuk kemi as kohë? Me një kokër vez o vital, thjesht aty e zjerë në një enë të vogël teksa bëhemi gati për në punë, e kemi gati mëngjesin ideal për të nisur ditën. Plan ky që o vital na e ka siguruar. Dhe pastaj, në fund, unë gjithmonë dua të falenderoj edhe t'ju sugjeroj salçiçet më të mira të pulës që gjeni në treg, janë Woody. Salçiçet ploshie, janë të buta, janë të paketuara këndshëm, të ftojnë t'i blesh e t'i konsumosh. Jemi në prag fundjave, kështu që meqense edhe motin do ta kemi të mirë nëse do të dilni të bëni ndonjë piknik, salçiçet me vete, ca panina aty edhe e sigur që do të shijojnë më shumë se gjithçka tjetër. Kaq kisha unë, Kati. Wow. Mendoj se zonjat edhe zotërin ti morën ato idet, edhe pse e di që se cila prej kompanive që unë kam përmendur është pjesë e frigoriferit tuaj dhe shtëpisë tuaj, thjesht rikujtojmë her pas here, sepse ne jemi njësoj si ju në fund. Ç'është e vërteta është domethënë një informacion i duhur për anvisat, pavarësisht që informacioni duhet që të dimë domethënë se çfarë duhet të konsumojmë dhe ku t'i gjejmë dhe cilat janë ato që janë më të rëndësishme për të përgatitur vaktet tona në familjet tona dhe ato që janë më cilësore, sepse vërtet atë që them gjithmonë nuk jam unë ajo që jap domethënë cilësinë e gatimeve këtu, po janë produktet që më ndihmojnë që gatimet e mia të dalin të mira dhe të shijshme edhe të bukura që të shikoni ju ande nga shtëpia. Edhe tani sa tham ne gjithë këto faktikisht sepse duhet të merrim dhe kohë që të bënim këtë kavërdisjen e mishit që nuk është se na u thekërua ashtu siç duhet, po s'ka problem, edhe kaq është mjaftueshëm domethënë që të ketë këtë si thua dhe kjo faktikisht duhet të dim dhe të themi që përse bëhet që mishi të ngelet atë që kam thënë gjithmonë i butë në brëndësi, të ruaj ato lëngjet dhe mos të na thahet. Dhe tjetra është ajo që ju them dhe do ta përsëris gjithmonë sepse është shumë e rëndësishme që mishi të qëndrojë në tryezën tonë në të paktën 20 minuta pasi e kemi nxjerrë nga frigoriferi dhe pastaj të fillojmë që ta gatuajmë. Se nëse e hedhim direkt ai lëshon lëngje dhe thahet. Dhe shtoham pastaj asnjë gjë. Dhe themi pastaj pse na u bë kështu ky mishi, pse u forcua, u forcua mishi freskët, qej freskët, qej mirë, i vëm fajin kasapit, po nuk ma dha të mirë mishin, po nuk do vete ma atje do ndër kasap. E të njëjtën gjë e kështu, janë ca sekrete që nuk e ka fajin asnjëri, ka fajin edhe ne si zonja mënyrën se si duhet ta gatuajmë. I tham të gjitha tani dhe hajde tani t'i hedhim të gjitha këto perimet që unë kam bërë gati. Pra do të thotë, hedhim karotat, hedhim domatin, do të hedhim preshin, qepën, nuk ka nevojë që t'i hedhim një nga një, i hedhim të gjitha bashkë edhe selinon. Pra këto janë perimet që unë do përdor për të përgatitur këtë salcën me mish viçi, mund ta përzidhi domethënë gatimin me çfarë do lloj mishi. Akoma edhe me pul, por zakonisht domethënë fundjavave bëjmë diçka që do më shumë kohë, se pula është një gatim i shpejt faktikisht. E përdorim gjatë javës mishin e pulës, edhe lëm një herë në javë, paktën të përgatisim edhe me mish viçi, apo me mish qëngji, ose në një gatim tjetër. Por zakonisht ky lloj gatimi më do të më pëlqente shumë që të bëhet me mishin e viçit. Bëhet shumë herë më i mirë dhe na del gjella më e shijshme. Tani, atë që dua unë të bëj, veç se këtu në qendër, hedh të pjesën e salcës, që ta kavërdis pak kështu, edhe pastaj nuk ka nevojë, domethënë që të hedh të presit i ka përdis shumë, asnjë gjë, një përzierje, edhe direkt duke shtuar këto tani më edhe si thuash ato që do t'i japin shijen përfundimtare. Piper të kuq, piper të zi, miks erzash ose turmerik. Këtu kam dhe hudhër plur, nëse nuk keni mund të shtoni 1-2 thelpinj hudhër kështu të plota. Kur e kemi plur të hudhrën, nuk është se jep shumë aromë të, domethënë, i jep aq sa duhet. Edhe kam edhe kripën, pra tani në këtë moment i hedh të gjitha këto. Shikojni se sa bukur tamam një. Po pra po si një ylber me ngjyra, ashtu i kishe radhitur edhe perimet. Edhe më pëlqen ky organizimi në kuzhinë, se kështu ndihmojmë edhe veten, edhe duket sikur kuzhina kthehet në një është shumë e rëndësishme veten, edhe në shtëpi pra. Është shumë e rëndësishme, ja se më ngeli pak hudhra. Shumë e rëndësishme që para se të fillojmë gatimin, të bëjmë organizimin e produkteve që ne do të përdorim në gatim.
që mos të rim të presim tani, se kam bërë, ndonjëherë kam bërë edhe unë këtë. Që ti s'kush tesh, edhe unë e bëj mishin dhe ndonjëherë. pataten dhe këto, nga nxitimi ndodhe edhe kjo. Dhe bëjmë dhe rëmuja ashtu, lavamani mbushet plot me enë edhe nuk gatuhet me rregull. Në fakt gjëja më e mirë kjo është, gjë që ne kemi thënë shumë shpesh në fakt edhe pse një pjesë e mirë e zonjave gatuajnë çdo ditë dhe ndoshta mund të thonë, po ju çfarë po na thoni. E kemi thënë pazari, larja dhe sistemimi i perimeve në frigorifer, një pjesë të ngrira, që të organizojmë e gjërave. Është e vërtetë të organizojmë domethënë punën që të jemi të gatshëm domethënë në momentin që të fillojmë gatimin, të kemi të gjitha të rreshtuara dhe fillojmë dhe i hedhim me radhë. Sidomos ky lloj gatimi që do që ti hedhësh të gjitha brëndë, i hedhësh dhe ujin në masë, ti vësh kapakun ashtu si do të bëjmë dhe neve tani. Edhe e them dhe këtë që nxirret mishi 20 minuta sa të jetë domethënë që mishi të qëndrojë në ambient të kuzhinës tuaj, juve me njerë bëni edhe këto gjëra para përgatitje e gjellës. Edhe keni gati. Tani ajo që ngele do të hedhim ujë në masë, edhe do ta lëmë që të zjej dhe është shumë e rëndësishme pastaj koha e zgjatjes së zjerjes edhe temperatura që juve duhet të vëni. Nuk ka nevojë, ajo do bëj gjellën të veçantë. Zjerja është ajo që do t'i japi atë shijen përfundimtare. Nuk dua skuqje, nuk dua, do me thënë, e dua kështu. Dhe atë që ju them, tani, neve nuk do t'a lëm kaq shumë, sepse ju e dini, koha televizive është e shkurtër, kaq që kemi mundësin, ju do ndiqni këshillat, ju do ndiqni mënyrën se si neve e bëjmë, dhe koha e zgjatjes, sa më shumë t'a lëni, 1 orë e gjysmë, do keni një gatim që ç'të të them, me këtë ujin që idhni kështu në masë, shiko sa bukur që doli edhe me ngjyra me ashtu, edhe aq bukur që do dali tani, aq shije do merrni juve në fund fare, dhe aq vlera ushqimore do merrni, sepse ato që juve i hodhët brenda do ngelen aty brenda, nëse ju do të lëni atë temperaturën e ulët, nëse ju do të vëni atë zjarin, domethënë fort, që ta bëni gjellën sa më shpejt, atëherë do të thahet gjella, do shtoni ujë, do përsëritet kjo gjë edhe s'keni asnjë gjë. Ne mbulojmë tani këtë me kapak. Dhe të heqim një çik bukën e mistrit, se mua më erdhi ajo aroma e bukës së mistrit, se u bën bukën e mistrit nga fora, pastaj lexojmë recetat. Sepse po e përsëris, për të disa të herë ndoshta shpesh në emisionet tona, kur kemi bukë, kur kemi receta që duan përgatitje edhe pjekje në një kohë të caktuar, Katja nis ditën më herët këtu. Sa e mirë që është. Po, sa e mirë, me pak djathë të bardhë të lufës. Më ka ngel në mendje ajo kënga. E ha me bukë, e ha me kos, ha me grosh. Kjo është tamam si ajo që neve kjo buka e mistrit, që ta hani me grosh, me kos, me djathë, me gjis. E çfarë duash? Po ajo thoshte vetëm me kos, me grosh. Me kosë dhe me grosh. Po, ne e kemi plot shpinë, që e konsumojmë me të gjitha. Sa e mirë duket, Kati, këtë do bëjmë ne pastaj. Këtë do bëjmë neve patjetër, këtë do bëjmë. Pra rezultati është ky. Se si do gjatë, do ta bëjmë, do ta tregoj. Shumë e mirë. Do presim të kullojnë në kjo, apo do e hapë? Do ta lëm një çik të kulloj, çdo gjë që del nga fura, lihet të qendrë. Ja më këtë brumin që kam bërë, që kam zënë me kos. E ke zënë vetë? E kam zënë me kos. Ja. Shke bërë aty? Ma brumi. Do me thënë, unë do të përdor, e ndjenë në thartirën që të vjen ajo? Po, e ndjej. Ajo do t'japi edhe shijes bukur së mistrit, dhe nuk ka nevojë që të hedhim as sot brenda, as maja, as gjë. Është një brum që e zëni një natë më përpara, e lëni të qetësohet, shiko që ka bërë këto bulza tani. Po, ndaj thash çfarë ka brenda, se më duk sigurisht me fara, por janë thjesht bulza që ka krijuar brumi. Jo, bulza që ka krijuar brumi nga do me thënë që është bërë me këtë kosin. Tani po e kuptoj. Ashtu. Edhe me këtë, ne do zëmë bukën e mistrit. Kemi bazën këtu, do valojmë ujë që të kemi, do me thënë, jo të valuar që të ashtu se e valonin dikur në natona, po a i mielli mistrit ishte i fort, i ashpër, dhe kishte nevojë, do me thënë, që të idhnim ujë të valuar që të zbusnim. Ky miell tani është pak më imët. E duam të ngrohtë, po jo të valuar, që ta hedhim se bëhet si qull. Janë ca gjëra, janë ca sekrete që duhet i mësojmë. Dhe për thënë bukë e mistrit unë e bëj kështu dhe nuk e bëj në atë mënyrë duke shtuar sod, duke shtuar maja, duke shtuar vezë, kos, ai pastaj kthehet në një kek. Një kek me miell mistri, apo së shtu. Në fakt, po. Hedhin djathë, në kështu, dhe me ka tjetër mistrit, që duhet të ketë. Neve bëjmë kështu që ta ha me kos dhe me grosh. Unë doja të lexoja receta të cilat mendoj se është e nevojshme ti shohim pak në ekran, sigurisht të përgatitura nga Katerina, cilët janë përbërësit që na duhen
për të gatuar këtë recet, të cilën Katja e ka quajtur gatimi i nënës me mish, perime e patate të zjera. 1 kilogram mish, 1 qep, 1 thelpi hudhër, 5 domatina ose 2 domate që i preni në kubik, 1 deg selino, 1 karot, 1 tuf presh, 1 lug salc, 1 lug piper të kuq speci, 1 deg rozmarin, krip piper vaj, 6 patate mesatare, 1 lug gjalp, arë moskat dhe majdanoz për servirje. Buka e misrit me brum të ardhur dhe me hir kosi është me këto përbërës. 500 gram miell misri, 100 gram miell gruri, 1 filxhan hir kosi, 1 lug krip, 3 lug vaj. Ndërkohë, salata e fshatit e moderuar. Pse e moderuar? Se ka këtë salcën që e bën diferencën, sepse salata mbetet ajo që ju edhe ne njohim të gjithë, me domate, kastraveca, me spec, me qep, djathullin, krip piper dhe piper i kuq speci. Salca që ne do të përgatisim për ta bërë këtë sallatë ndryshe është me 1 lug mustard, 1 lug lëng limoni, 4 lug vaj, 1 lug kapëri, rigon në piper edhe krip. Tani, kemi 2 minuta kohë. Atere, në 2 minuta kohë... Që mos lëm të nisim diçka dhe ta lëm në mes, nuk e di ma organizo ti, thjesht që zonjave dhe zotrinve të mos i humbi asgjë nga ajo që ne bëjmë këtu, që mos ta thonë pastaj po dale si e bëre këtë. Është lëngu, do me thënë, le ta bëj këtu, edhe pastaj më mbrapa të bëj para pregatitje, përzierje, me miell të grurit fillimisht. E filloj me ata, Anila, mund ta marrim. S'kemi të hampur, jo, marrim këtë? S'ka që kemi... Jo, ne kemi këtu, kam këtu. Kemi, oke, ja e lëm këtë. Mora që bëra pregatita të tjetëri. Atere se si bëhet kjo, pra 100 gram miell, shiko, me sy më nuk është atje 1 filxhan të çajit, ku i kem se kam këtu tani, atë çajit që pi unë, atë të madhin, me thënë... Bufalaqin. E po është çaj së shka. Atë që pi kafen, thash, po, nuk është. Pra, hedhim mielin, edhe tek mielli do të hedhim hir kosi, themun. Tani, juve nëse zëni vetë kosin, zakonisht nuk dhe ju nxjerr ndonjëherë, ajo zakonisht ndodh kur e prishim kosin, që e nisim edhe kryon ato lëngje. Ndoshta ndonjëherë është zënë ngrohtë kosi dhe lëshon më tepër lëngje, por ajo është hir faktikisht. Dhe nëse nuk keni, mund të shtoni pak kos më tepër, pra edhe ja. Kos. Okej. E përzjeni edhe kështu përgatisni një brum me kos. Mund të shtoni dhe pak ujë, ose mund të bëni komplet me hirën e kosit edhe kos. Këtë mielin, do me thënë këtë brumin, do të lëni që në darkë dhe ta keni për të nesërmen, pra si që është kështu. Nuk është shumë të qëndroj gjithë natën, jo. Jo, se ndryshe nuk vjen aje, se s'kemi as një gjë brenda, nuk kemi hedhur, si tuash maja i gjë që ta aktivizoj më shpejt. Ja, dhe unë që këtë që mbrëm e kam bërë, du me thënë. Nuk është se e bëra sot. Kuptoj, mirë, tani unë të pyes se nuk e... Një e bëra dhe në mëgjes, do me thënë erda që pregatita bukër. Edhe një e lash që ta tregojmë, do me thënë avisave këtu. Mirë. Këtë masën tani, e hidhni juve në një enë më të vogël, edhe e lëni të qëndroj dhe të nesme pastaj zëni bukën me mielin e misrit, e përzjeni dhe me ujë të ngrohtë, do të tregoj mënyrën se si do të bëhet kur të vim. Pra, për të mbritur deri këtu, kemi bërë thjesht këtë përzierje dhe e kemi lënë gjithë natën. Të mbuluar, për të mbërritur këtu, do duhet na ndiqni kur të kthehemi prapë në studio, kështu që bëjmë një shkëputje. Jemi rikthyer në studio edhe në kuzhinë, do me thënë. Kati është gjatë gjithë kohës e zënë, merr një lug, çon një lug, çon një pjatë, merr një tigan, çfarë bën Kati? Ç'të bëjmë Anila? Duhen gjërat bërë gati që të
harim edhe kohën për të treguar anvisave dhe le të tregojmë dhe të fillojmë për punën e bukës së misrit fillimisht edhe pastaj të tregojmë për punën e sallatës edhe në fund fare i bashkojmë gjitha bashkë. Që do të thotë, kemi zënë këtë brumin që neve thamë që zëmë me hir kosi, ose në mungesë të tij mund të holloni pak kos të thartë dhe të zëni këtë brumin me 100 gram miell gruri. Pra, një filxhan të çajit miell gruri. E përzieni dhe e lëni këtë në një ambient të ngrohtë, do të thënë nga darka, të nesme ta keni gati këtë brumin siç e kam këtu për të zënë bukën e misrit. Dhe tani neve fillojmë dhe përgatisim sepse brumi e kemi gati. Ne që do bëjmë as më të vogël, nuk po e hedh të gjithin. Do ta lëm këtë. Ndërkohë që buka vazhdon të jetë ende e ngrohtë, por e përzihem dhe këtu tani do shtoj miellin e misrit. Tek mielli i misrit e përzihem dhe hedhim edhe një maj krip. Kripën e kam këtu, nëse është një tjetër, po s'ka gjë, po hedhim edhe nga kjo kripë. S'ka gjë, e rëndësishme është që të ketë pak krip, sepse në këtë rast kemi përdorur vetëm kosin. Rezultati i kësaj buke ju siguroj që do të jetë super. Buka e misrit që janë shumë që është e vërteta, për më tepër duket sikur lidhet pak atje edhe me dimrin, shijon më shumë në dimër, më duken si gatime që lidhen bashkë. Të valoj uja atje, të hedhe dhe vajin, shumë e thjesht për të bërë gati. Mos i ndërlikoni gjërat dhe thoni që ta bëjmë apo vonone apo bën apo ashtu. Tani këtu ta lyejmë dhe këtë me pak vaj e ta spërkasim me miell. Ja, spërkatim me anë, do me thonë me pak miell. Hedhim të këtu. Edhe tjetra tani marrim ujin e ngrohtë edhe e hedhim. Tu uli pak valën sepse kam pak të nxehtë, ta lëm çik. Nuk e punoj shumë, të rrim ta punoj me dorë, kanë ikur ato gjëra, nuk e di dhe kështu se si unë i bëj, mua më japin shumë rezultat. Bëjni dhe ju në shtëpi dhe do shikoni që vërtet ka një rezultat shumë të mirë. Dhe nuk ka nevojë që të bëhet ajo ngjeshja. E bënin e ngjeshnin ato, ajo a thash edhe në fillim fare sepse ishte tjetër lloj mielli. Kuptoj. Edhe pak më shumë të ulët temperaturën, më mirë do ishte. Pra, hodhëm vajin, hodhëm edhe pak krip. Nuk e kam shumë qef bukën e misrit unë që ta bëj me shumë krip. E përzijem, sa jetë na bëhet një brum, jo shumë i fort. Këtë jemi në rregull ne? O gati ta ulim pak? Po, mund ta ulësh Anila. E punojmë me luk, patjetër që duhet punuar tani me luk, që të lidhet. Edhe bëhet një brum, pak më i plot se brumi i kekut. Gjella vazhdon të gatuhet. Bukën e misrit do ta presim për pak, sigurisht pasi ta përfundojmë së gatuari edhe pak ujë. Këtë modelin që po tregojmë, të cilin do ta kalojmë në furrë, le të shohim se sa duhet të jetë trashësia e brumit. Edhe një herë, do me thënë, e punojmë edhe një herë. Mielli, do me thënë, brumi i ardhur, e ndihmon, do me thënë, që buka të bëhet e shkrifët, edhe të na rrisë edhe pak volumi. Shumë mirë. Sepse e dim që mielli i misrit, ky është shumë i imët, edhe vetë, do me thënë, nëse përdorim vetëm me miell, si thuash misri, ajo nuk rrit vëllimin. Ka nevojë prandaj zonjat hedhin sod ose hedhin këto gjëra, po që është më mirë për ta bërë kështu, është më, si thuash, më e shijshme. Tamam ajo shija e bukës së misrit. Ja kështu. Kaqë? Kaq. Sa thjesht? Do me thënë, mënyra se si ti i gatuan dhe i shpjegon, ka ti duken shumë të thjeshta, tani. Po jam këtu, nuk i bëjmë dhe ishë. Po nuk e di pse kur i bën ti më duken... Si të duken? Nuk kollaj më duken. Ja, unë su bëj asë një gjë. Ose më saktë, si kur ty të dalin, ty të qëllojnë.
Unë i bëjmë gjërat kështu, do me thënë, janë transparent. I Jo, shikojnë anvisat më më transparente se unë që të shok këtu, do me thënë, nuk ka, se ndoshta ju andej dhe unë bisni ndonjë moment, po. Ja, edhe spërkasim me këtë mielin e misrit, me qëllim që të më bëj atë koren që ka bërë sipër, dhe do t'i hedhe pak vaj ulliri, të marrë atë ngjyrën e mirë. Ndimon në... Vaj ulliri, vaj të keni në shtëpi, nuk është e thënë se do e hedhin vaj ulliri, si të qatë ju ndodhet juve në shtëpi. Vaj negativit që keni ju në familje tuaja. I hedhim edhe pak vaj. Sa e bukur? Ja ta bëjmë edhe kështu të duket edhe më bukur. Po pra. Okej. Gati për në furrë. Tani temperatura e do një 180-200 gradë, varet nga lloji i furrave, kam thënë gjithmonë këtë, dhe do ta lëni 30-35 minuta dhe do ta keni gati. Sidomos kjo buka jon që është kaq e vogël, aq e do kohën e zgjatjes. Okej. Një shpëlarje duarve dhe në furrë. Edhe sigurohemi që furrën e kemi të ndezur, si çdo gatim tjetër që do të kaloj në furrë dhe nuk është e nevojshme që ne ta presim kohën e pjekjes, sepse të pjekur ne e kemi. Ta mbajmë në tryezë thua ti dhe këtë? Jo, ne vendosim, po them për ata që po na ndjekin dhe ndoshta presin si do të jetë buka. Kjo është buka përfundimtare. Gatimin e treguam. Kështu që tani do presim këtë bukën apo do merremi me gjellën, si mendon ti? Tani unë them që të shikojmë të përfundojmë edhe sallatën, ta kemi gati. Kemi bërë sallatën. E harrova sallatën. Kemi sallatën, po dhe gjella prit njërë se duhen rregulluar. Patatet lutem Anila, pa shikojmë, është ndezur ajo? I do... Të jenë të ngrota. Të jenë të ngrota. Të jenë të ngrota? Të ngrota janë, ka ti shife, lëshoj navull, unë ndez nëse do, po... Dhe të them anvisave kur që aty kam zier patatet, kam vendosur edhe një degë rozmarin, sepse i jep një aromë edhe një shije gjatë momentit që zihen. Kështu që edhe juve vendoseni, pse mos ta vendosni rozmarinën. Po, pse jo, patatja shkon me rozmarinën gjithmonë. Hajde të bëjmë sallatën me që... që tashmë është mësuar syri, shija. Bëjmë sallatën, djathin do bëjmë tani, ta presi, sepse unë e kam bërë gati pjesën e sallatës. Me domate, kastravec, specie shil, qep edhe ullin. Edhe, specie shil, bravo. Ashtu e pa shumë, po ndoshta ka një që bërë që s'ka, asë një gjithë tjetër s'ka. Këto që përmënde Anila ka. Ta heqim këtë. Tani shikon, neve e vendosim sallatën në tryezë dhe djathi nuk është shumë, se është për një person aty. Kështu që... Pa. Këtë tani djathi, ku e kemi, tu kam rigonin, edhe e përzjej rigon me piper të kuq. Kaq. Që të ja pak ngjyrë, edhe kur do hedhim edhe vaj ulliri, do marrë edhe shije. Atëre këtë e kryem si procedurë. Tani bëjmë edhe atë salcën. Po, me mustard, me kaperi, lëng limoni, vaj ulliri, apo jo? Po. Kjo do t'jetë salca që do të shoqëroj sallatën e fshatit, që do të thotë nuk është e nevojshme që ne t'ju tregojmë prerjen e domateve apo të kastravecave, ndaj ka ti i bën përpara. Po, merë që të duash, çfarë të nevojitet. Okej. Hajde me që doli kjo. Atëherë hedhi mustardën. Lëngun e limonit. Shiko, kam atë makinerin për të nxjerrë lëngun. Jo. Me këtë mënyrën tënde praktike të limonit. E bëj kështu unë me këtë. Edhe po rando një fare, e mbaj në fund fare, nga këto farzat e limonit. Tani ti het pak ujë fare. Po, do pak ujë që ta hollojmë dhe që e gjithë kjo salca që do të përgatisim të përzihet mirë me të gjitha perimet që janë në pasin e sallatës. E përzim, shtojmë edhe këtë kaparin brenda. Edhe pak nga ky lëngu, sepse i shijon. Edhe bën shumë të mirë salcën. Shtypni aty këtu të farzat, se kur i shtyp nxjerrin akoma edhe më tepër atë shijen e tyre. E përzihem mirë. Shtojmë vajin, duke e përzier. Edhe hedhim kështu si rëke.
se kjo është që e bën që e lidh. E mpikës salcën. E dalloni dhe në dorë teksa e përzjeni, edhe në sy që ajo fillon edhe kthehet në një masë më kompakte. Mas kremoze. Salcë quhet kjo tani në gjuhën tonë, sos, salcë. Patatet i fikse, Fiki. sikur na morën shumë. Janë ungronë, u bën shumë të mira. Ato patatet, edhe me këtë salcën që ne bëm, që përgatitëm për pjesën e sallatës, bëjnë shumë të mira. Thjesht me... Që ti hedhësh me këtë, edhe ti konsumosh ashtu, prapë bëjnë shumë të mira. Tani këtë djathim. Mirë është ta prisnim se na doli si shumë e sopës e madhe. Po s'ka gjë. Tani marrim një luk tjetër. Okej. Kjo salca e bën të veçantë sallatën. Edhe shiko si është e mpiksur? Si mos u bëra gjë. Si janë ca pika kështu nga sipër, A po. thua? E rëndësishme është që ne e treguam se si është bërë salca. E rëndësishme është që sallata të bëhet e mirë, e sa e shishme. Shumë e mirë duket. Okej. Tani. Gati në 5 minuta do duhet të shërbejmë Në 5 minuta gjella patatet gati. të gjitha. Patjetër, po as bëhet po më funksionojmë sikur na kanë porositur klientët. Klientët jemi në restorant tani dhe servimin. Po s'kemi që gati me- bëjmë, unë e di që ju na mirë kuptoni, pavarësisht se na kritikoni ndonjëherë që jepini më shumë kohë kuzhinës, t'i shohim tamam, po nuk kemi që bëjmë, sado që ne përpiqemi, minutat ikin, fluturojnë, edhe na mbetet në një gjë e kaluar më shpejt se ç'duhet, por nda janë kanalet tona zyrtare në YouTube, si News 24 dhe Villa 24, që nëse ndonjë gjë në transmetim live ju mbetet pa e kuptuar si ç'duhet, mund të klikoni aty edhe në YouTube e ktheni dhe riktheni sa herë të doni atë videon. Dhe pastaj nëse preferoni Balkan Webin për t'u informuar, për t'u argëtuar, për të mësuar gjithçka që ndodh në Shqipëri, po edhe në botë të kaloshme kati, aty keni dhe Villa 24. Keni recetat, keni videot, keni shpjegimet e Katerinës, keni pjatat e përfunduara, kur ne i mbarojmë edhe jo atregojmë se si do të ishte një recetë e përfunduar. Kati. Edhe pak Po gjatë. pse model kështu? Si dal? Model përpara. Më falë më Arina, po U largohem, Kati vjen nga mbrapa, Unë jemi dua këtu duke gjetur ku të flas. ku të Po flas. shaka, se e di që je duke punuar. Ja, Ja, do kështu. me këtë gjalpin këtu. Tani hedhim këtë gjalpin, që të më marrin qik aromatizohen, do me thënë, sepse faktikisht edhe të shkëlqej, edhe të marrin edhe shije. Tani këto, ne po të hedhim të kjo pjatanca që do shtojmë më mbrapa edhe mishin. Ah, kuptova. Kështu kishte menduar ti. Po, dua do me thënë që të sillim atë shijen tradicionale. Ju zjende ndonjëherë mamaja patate kështu? Pa. Bukur, bukur. Shumë këndshëm duket. Ja të fshi pak duart në marrë një. Këta. Edhe tani, faktikisht, neve të jemi realist, gjella nuk është se na u bë, me thënë, përfundimisht, por ne duhet, me thënë, që ta servirim, të regojmë mënyrën se si mund ta servirim, edhe juve në shtëpi pastaj. Do ta lini sigurisht mishi i viçit do më shumë kohë se sa kaq për të Patjetër. gatuar plotësisht, por ne duhet t'i nxjerrim pjatat e përfunduara dhe jemi pikërisht në këtë minutazhin e mbushjes së tryezës me recetat e ditës së premte. Vërtet ideale për fundjavën, merreni si ide. Lëngu do bëhet më i lidhur, Aha. mishi do jetë zjerë plotësisht, Shumë mirë duket, si doj që të jetë. duan të hanë kështu, do me thënë, me këtë, përveç se me patate, po unë dash një ide tjetër se me oriz e makarona gjithmonë bëjmë. Pa, ose me pure. Ashtu. Por nuk asolla pure, u asolla kështu, do me thënë në mënyrën më të thjeshtë. Në mirë Do të akoma. pëlqente ti Anila kështu? Do më pëlqente, pa. Mua po më pëlqen, nuk më dëgjon gjatë ditë kohës, po them sa e mirë duket, sa e mirë duket. Faleminderit moj Anila për reklamën.
Reklam pa lek. Ja. Letë më thonë, tani jam visat nëse nuk do të pëlqente kjo drek për të shtruar edhe këtë bukën e mistrit. Ja, kështu. Ku ka më mirë se kaq. Mua më duket e plotësuar. Ja, shikojni edhe ju nga shtëpia dhe gjatë kohës që i shohin. Nga shtëpia mirë, se dhe to është hanë një gjë, po kur na shohin nga lokalet për shembull ose nga puna, ty fillon dhe hapet oreksi. Ja, ashtu nuk diskutohet. Dua t'ju them avisave, mos hezitoni, edhe sallatën bëheni kështu ndryshe, edhe gjellën bëheni kështu ndryshe, jo me pure, mos rini bëni puren, shtoni qumë, shtoni, domethënë djathtë brenda, ku diun se si e bëni ju puren, se ka mënyra të ndryshme edhe për pjesën e pures. Bëni kështu siç i bëm neve, zjeni me një degëz rozmarin të aromatizohen dhe të bëhen të shijshme patatet. Përgatisni këtë gjellën që e pat se sa thjeshtë, sa shpejt e përgatitëm, domethënë thjesht u ka vërdis mishi dhe pastaj ato perimet i hodhëm të gjitha një si thua përzierje lehtë dhe i lam, domethënë në qetësinë e tyre 1 orë e gjysmë. Qoftë edhe 2 orë, llokume do të bëhet mishi dhe lëngu. Që juve të servini qoftë patatet, qoftë orizin, qoftë makaronat, qoftë puren, qoftë patatet e skuqura nëse duan fëmijët, po bëheni juve me çfarë të duan, domethënë shoqërojeni me çfarë të doni. Por për mendimin tim, kjo lloj recetë është e përkryer, është shumë e mirë dhe shumë e shijshme. Bukë e mistrit nuk di se ç'ju them. Diçka më vete edhe kjo dhe mënyra se si neve sot e përgatitëm. Anina, jemi në fund, ti përshëndes? Jemi në fund, po, ti përshëndesësh zonjat? Atere, qëfar t'ju them tjetër, ju thash gjitha këto, që thamë për punë e gjellës, mos themi që keni më për Berlulin, se unë jam Berlulin. Ne që i provojmë këtu, i themi. Kalofshi një fundjavë sa më të bukur, të jeni mirë me shëndetë, të jeni mirë, do me thënë familjet tuaj, të keni harmoni, dashuri, se kjo ka ngelur sot, mos lakmojmë gjërat e mëdha, lakmojmë do me thënë atë shëndetin, edhe dashurim familjare, gjëja më e çmuar që do me thënë të jep atë ndjesin dhe kënaqësin. Kalofshi sa më bukur edhe njerë, ju dua shumë, edhe miropafshim. Të lumshin duart, Katerin, fundjavë të mbarë. Kënaqësi zemra ime. Shkojmë në publicitet tani.